Mendoj që janë dy do të pak me analizu edhe aftësitë e tyne pse Messi e bën lojtar shumë më të madh se Ronaldon. Mendimi jam. Pajtona me Alilin që thaj me matematike, ka me geometri, ka me krejt ato, domethënë gjithçka topin kur e merr e mendon pasimin kur e bën e ka të sakt kështu si robot me qenë. Domethënë i ka shumë të sakta. E para është playmaker i jashtëzakonshëm. E organizon lojën prej din me koni organizues perfekt i lojës, Messia. Gjatë që se ka Ronaldo. Qashtu. Ronaldo finisher, kryesisht finisher është, për me dhon golla, është perfekt para gollës kur t'i shkon trupi, edhe jep gollën. Për që ata dhe ka shumë golla, gati 1000 golla, ka të mi bo, 900 e diçka. Jep golla, mirë po, aftësi tjera, i ka Messia, i ka të gjitha këto, plus është finisher. Edhe ato ka ekstra që se ka për shembull motorikën e të mendumit Messia ka shumë argjillim. Absolutisht. Halil, për këtë duhet raport mjekësor o Halil. Ronaldo është shumë Ajo shihet, ajo diçka që shihet. Po shihet. Jo, raporti mjekësor nuk e përcakton këto. Është dribler fantastik. Nuk krahasohet. Jo. Na nuk u flasim klinikisht. Po Jemi klinikisht po edhe. Nëse i marrim shkallësi, se këtë kampionat Messi është ku dy klasë. diçka se Vjen keq.